Fenomeni shkodran Luiz Eli ka prekur dhe ka emocionuar pafund ndjekësit e tij me postimin që ka bërë para pak. Ai ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve me foton që ka publikuar, por më së shumti me nënshkrimin që ka vendosur. Në postimin e tij më të fundit në profilin e tij Instagram, ku shfaqet i veshur me të zeza dhe me një qëndrim serioz, por edhe me një buzëqeshje të zbetë, por tejet të bukur, Luizi ka shkruar: "Ende më kujtohen ditët kur lutesha që të kisha çdo gjë që sot e kam." Ky është një veprim shumë emocionues ku shkodrani i zemrës shprehet publikisht për gjithçka Zoti i ka falur dhe i ka dhuruar, duke e plotësuar pafund në të gjitha aspektet. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre kanë reaguar menjëherë, por sa e kanë parë njoftimin duke vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tij. Dihet tashmë se cilat janë gjërat që fenomeni shkodran Luiz Eli ka dashur të ketë në jetë dhe që Zoti ja ka mundësuar. Për këtë arsye ai është tejet mirënjohës ndaj jetës dhe ndihet shumë i bekuar. Postimi i tij ka prekur ndjekësit, të cilët e kanë përgëzuar për punën dhe për kushtimin që ka treguar gjatë gjithë kësaj kohe. Shumë prej tyre e shohin si frymëzim dhe një shembull se ëndrat mund të bëhen realitet me durim dhe punë. Ajo fjali tregon se ai është mirënjohës për gjithçka që ka arritur dhe kujton kohët kur ëndërronte suksesin e sotëm. Postimi ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve dhe ka shkaktuar një lumë reagimesh nga shqiptarët, të cilët e kanë pëlqyer foton dhe shkrimin gjithashtu. Me siguri Luizi është ndjer tejet i frymëzuar mbrëmjen e sotme dhe ka dashur të dhurojë pak më shumë emocione dhe ndjesi të bukura. Luizi është një nga personazhet më të dashur dhe vazhdon të ndajë me ndjekësit momente nga jeta dhe karriera e tij. Por më së shumti duan të shohin momente nga jeta e tij e përditshme me familjen. Madje shumë prej ndjekësve të tij kanë shprehur dëshirën për ta parë me bebushën e tij të adhurueshme dhe Kiaren bashkë. Na mbetet vetëm të presim dhe të shohim nëse do të ndajë me ta ndonjë video apo foto bashkë me bashkëshorten e tij dhe vogëlushën e tyre.